me që rast, pra me qenë se kemi të bëjmë me bugjetin e një komune e cila me gjithatë ka miratuar bugjetin mrena kufive që janë përcaktuar dhe ka respektuar dispozita tjera të ligjit në fuqi, përveç shkeljes pra sa afatit që ka ndodhur në këtë rast. Atëherë edhe rekomandimi i Ministrisë së Financave është që të miratohet nga kuvendi buxheti i komunës Zubin Kotokut në mënyrë që të mos paraqiten probleme gjatë rrugës saj përket planifikimit dhe mirështërëzimit të buxhetit. Në tërësi pra buxheti është rreth 3.6 milion euro. Prandaj ndërka sa i përket përmbajtjes, Ministria e Financave nuk ka të drejtë pra që të ndryshojë, madje as komisioni këtu, pra sepse duhet të qëndrohet brenda kufive, vetëm procedohet për miratim ose jo nga kuvendi. Komisioni për buxhet në bazë të nenit 29 të rregullorës së kuvendit në mbledhjen e mbajtur me datën 27 mars 2026, shqyrtoi buxhetin e komunës së Zubin Kotokut për vitin 2026 dhe Kuvendit të Kosovës ja paraqet këtë rekomandim. Buxheti i komunës së Zubin Kotokut për vitin 2026, si miratuar nga Kuvendi Komunal i Zubin Kotokut me datën 18 shkurt 2026, të pasqyrohet në tabelat buxhetore të ligjit numër 10L001 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026. Ky projekt do të zbatohet nga Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit si Ministri e Linjës në bashkëpunim me njësinë implementuese të projektit. Qëllimi i këtij projekti është të lidh pra kryeqytetin me qytetet e Pushtërisë dhe Mitrovicës, deri më tani pra deri në Svrekonicë pjesa e segmentit është përfunduar, ndërka që pjesa e mbetur pra parashihet që të përfundohet apo të kompletohet përmes këtij financimi. Punët që do të financohen, pra janë, siç e thash, seksioni Smrekovnic-Mitrovic, që ka një gjatësi prej 5 kilometrave, ku ndërtimi i 2 korsive shtesë dhe 2 korsive të emergjencës, si dhe ndërtimi i 4 kryqëzimeve, pra janë të paraparat të mbuluhen për gjatë këtij segmenti. Vlera totale e financimit është në shifrën prej 53 milion real saudit, apo e konvertuar në rreth 13 milion euro, ndërsa pjesa tjetër pra rreth 3.7 milion euro parashihet të jetë kontribut apo financim nga Qeveria e Republikës Kosovës. Më saktësisht është shtimi i kapaciteteve të reja gjeneruese të ripërtrishme, pra të energjisë ripërtrishme, konkretisht 100 MW kapacitet shtesë fotovoltaik apo energji solare që konvertohet në energji elektrike, e cila pra parasheh që të gjenerojë rreth 152 gigawatt-orë kapacitet prodhues në vit, si dhe pra në investim parashihet edhe infrastruktura përkatëse duke përfshirë rrugët hyrëse, kabllot në terren, transformator pra për linjen, si dhe linjë kabllore nëntoksore me në stacionin ekzistues në termocentralin Kosova A. Kjo kredi nga Banka Evropiane për Investime ka vlerën prej 33 milion eurosh dhe bëhet pra në kuadër, është njëra komponente e financimit në kuadër të projektit i cili në tërësi parashihet të ka vlerën prej 104 milion eurove. Në parim kemi diskutuar edhe më herët realisht për këtë projekt dhe kemi qenë disa pikë pyetje se sa do të jetë i realizuar shumë kuptimin që është ofër obeliqet edhe tymi o pengesa, di që edhe ju si ministri keni këtu shqetësime dhe e di më kujtohet si dje këtë diskutim. Pavarësisht asaj unë po du me ri potencu që realisht unë pos vështirësi në këtë aspekt. Uroj që të realizohet sa më mirë, sepse Kosova ka nevojë për energji solare apo energji alternative.